Një muaj pas nisjes së punimeve për rikonstruktimin e plot të aksit rrugor Shkodër-Velipoj, puna vijon me ritme të shpejta. Aktualisht mjetet e kanë përqendruar punën në vendin e quajtur Malkolaj, ku prej 10 ditësh ka nisur dhe vijon me ritme të shpejta devijimi i rrugës, e cila do t'i shërbejë shkurtimit të distancës ndërmjet Shkodrës dhe Velipojës, e po ashtu lehtësimit të trafikut në zona të banuara. Ndërkohë, një numër i konsiderueshëm punonjësish janë zhvendosur në pjesë të tjera të këtij aksi, ku po merren me vendosjen e tubacioneve poshtë rrugës në disa pika të caktuara. Nga ana tjetër, më shumë se 5 kilometër rrugë janë zgjeruar në këtë aks rrugor, pasi të përfundoi faza paraprake devijimi i rrugës në ato pjesë të paracaktuara në lotin e tretë. Puna pritet të nisë edhe në lotin e parë e të dytë, duke filluar që nga Harku i Bërdicës. Punimet për këtë segment rrugor nisën në qershor të këtij viti dhe parashikohet të përfundojnë në dhjetor të vitit të ardhshëm. Kostoja e projektit llogaritet të jetë 2.3 miliard lek, ndërsa rruga që fillon nga Harku i Bërdicës dhe vijon drejt Velipojës ka një gjatësi prej 18.5 kilometrash. Projekti parashikon zgjerimin e rrugës, risistemimin e shtresave dhe punime të tjera plotësuese. Gjithashtu në projekt janë parashikuar vendosja e elementeve të sigurisë rrugore, si dhe sinjalistika e nevojshme, vertikale e horizontale.